Kushtet janë degraduese. 12 veta në një dhomë në kushte që janë denigruese për të drejtat e njerëzit, janë shkelje direkte e drejtave të njerëzit. Ajo që ne konstatojmë është që këtu duhet në mënyrë urgjente ndërhyrje. Duhet që këtu të kemi një spital me siguri të shtuar, jo një burg me 2 psikiatrë. Pra këtu ka mungesë ekstreme të stafit mjekësor, këtu ka kushte jashtëzakonisht të rënda, një pjesë e godinës është e pabanueshme, pra është për të shembur, një pjesë tjetër janë përqendruar dhe 12 veta në një qeli. Kërkesat tona vazhdojnë të jenë të njëjta, sipas legjislacionit fuqi, duhet të ketë një spital forenzik për këta persona dhe jo një JVP, siç ndodhet mbrapa nesh. Kërkojmë gjithashtu që ekipi mjekësor të jetë multidisiplinar, pra mos ketë vetëm mjek të përgjithshëm apo sporadikisht mjek psikiatër, por ne kërkojmë që shërbimi të jetë 24 orë. Ideja themelore është që ky nuk duhet të jetë në burg, duhet të jetë një spital që sigurohet nga Ministria e Drejtësisë vetëm rrëthimi i jashtëm nga Policia e Burgjeve. Dhe brenda duhet të ketë vetëm personel mjekësor të bollshëm, mjaftueshëm për të kryer detyrën funksionale ndaj shërbimeve që ju kryen pacientëve.